Një tërmet me magnitudë rreth 4.8 sipas shkallës Richter ka goditur zonën e Prizrenit mbrëmjen e së martës rreth orës 22:05 në orën lokale. Lëkundjet janë ndjerë në disa pjesë të Kosovës, por edhe në rajon. Sipas ekspertit të emergjencave Tahir Ahmeti, tërmetët janë fenomene natyrore që nuk mund të parashikohen e as të parandalohen. Masat fillestare duhet që të vinë qytetarët në pas goditjes së parë të tërmetit. Zakonisht tërmetet fillestare janë tërmetet mesatar të ulët janë zgjasin disa sekonda, ato mesatare pak më shumë, ndërsa ato të intensitetit më të lartë mund të shkojnë edhe deri në 1 minutë. Mirë po duhet që qytetarët të dinë që të ruhen më herë pas goditjes së parë, kur janë brenda, të qëndrojnë pra ndyrë apo ndonjë shtyllë të fortë në mënyrë që të ruhen nga shembjet e mundshme, pastaj nëse janë afër ndonjë tavoline që të mund të hyjnë në tavolinë në mënyrë që objektet përreth mos bien të lëndohen. Ahmeti thekson se ajo që mund dhe duhet të bëhet është rritjave të dijes dhe përgatitjes për raste të tilla. Ai shton se si shoqëri ende mungon përgatitja e duhur, e cila duhet të nisë me edukimin që në bankat e shkollës. Shumë e rëndësishme ajo që thash që të kemi edukim shoqëror. Pra kur themi edukim shoqëror, ky edukim të fillojë qysh nga banka shkollore, nga nxënësit që ata të jenë të informuar, sepse këto tërmete ndodhin në shtete shumë të zhvilluara se ne edhe nuk mund të parandalohen. Mirë po gjithsesi që ato shtete kanë fushata vetëdijsuese, informuese, pastaj trajnuese, duhet që të mbahen edhe trajnime të ndryshme, stimulime të ndryshme dhe gjatë gjithë kohës në vazhdimsi të informohen qytetarët në mënyrë që ata kur të ndodhin këto tërmete apo fatkeqësi natyrore të jenë të gatshëm në fazën fillestare që të bëjnë atë që e thamë më herë dhe të mundohen që të mbrojnë veten dhe të tjerët. Sipas tij, përgatitja dhe njohja e procedurave të sigurisë janë thelbësore për të ulur rrezikun dhe për të mbrojtur jetën e qytetarëve.